Të dashur dëgjues të radios Sibilat e Veriut dhe të podcastit tonë. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në një mbrëmje të veçantë poetike e shpirtërore, ku fjala artistike bashkon zemrat tona në nderim të figurës më të shenjtë, nënës. Sonte në frymën e emisionit ton kulturor Frymëzimi Etnisime me Art dhe Letërsi, ju sjellim një orë poetike festive kushtuar ditës botërore të nënës, kësaj feste universale të dashurisë, sakrificës dhe mirësisë njerëzore. Në të atmosferë magjike, arti indjen, poet dhe krijues nga trojet shqiptare do të sjellin vargjet e tyre më të bukura dedikuar nënës shqiptare, simbolit e jetës, forcës dhe dritës së familjes sonë. Radio Sibilat e Veriut ka kënaqësinë të ju mirëpres në të podcast artistik ku poezia bëhet zëna i shpirtit dhe fjala kthehet në festë kulturore të identitetit kombëtar. Emision special Frymëzimi Etnisime me Art dhe Letërsi, tema ora poetike në ditën botërore të nënës. Drejtuar nga unë, Gëzima Igeraj, zonja Prenda Sejdia, shkrimtare, dhe zonja Angelina Pecaj, profesoresh e gjuhës dhe letërsisë shqiptare. Ftojmë të gjithë poetët dhe krijuesit që dëshirojnë të bëhen pjesë të kësaj mbrëmje festive, të dëgjojnë krijimet e tyre poetike në Messenger në faqet tona, të dërgojnë në Messenger në faqet tona Radio Sibilat e Veriut. Ky program i dedikohet me dashuri të gjithë dëgjuesve tanë, pjesë e çmuar e kulturës dhe e shpirtit shqiptar. Radio Sibilat e Veriut, zëri i kulturës dhe identitetit tonë kombëtar. Qëndroni me ne në këtë udhtim poetik ku zemra flet me vargje dhe fjala bëhet dritë. Mirë se erdhët miq të dashur, mirë se erdhe zonja Prenda Sejdia dhe mirë se erdhe zonja Angelina Pecaj. Mirëmbrëma dhe suksesin e emisionit. Mirëmbrëma zoti Gzim, mirëmbrëma për të gjithë dëgjuesit e Radio Sibilave të Veriut. Mirë se vini sonte në sofrën tonë poetike, e cila i kushtohet ashtu siç e tha edhe parafolsi jo një mbretëreshe, por secili ka mbretëreshën e vet. E fuqia të gjithë dhe bën madhështinë e universit. Uroj që sonte të kalojmë momente magjike në valët e radios tonë, bashkë me parafolsin që është drejtuesi i këtij emisioni dhe ne moderatorët, me shumë kënaqësi thom mirëmbrëma zonja Angelina. Është kënaqësi që së bashku të moderojmë në këtë orë poetike që flitet për figurën më të madhërishme që ka bota nëna. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta të dyve, të Shprena dhe zotin Gzim. Për mua është kënaqësi e veçantë dhe është një ndër gjanat e pakta që e kam marrë pa shumë stres, për shkak të grot dhe shumë pite që kam gjetë besin tuj. Poezia kërkon një terren të gjanë, kërkon një hapësirë pa fund, por shpesh ajo ka lindë edhe nga ato vrimat më të mbyllura ku mund të ekzistojmë. Dhe marrim shembull Xhakomo Leopardin, që kur nga jeta doli asnjë ditë prej shtëpisë vet, por atë të lindte një kryevepër botërore. Por ne do të transmetojmë diçka shumë më e madhe se sa poezia. Ajo vetë poezia është nana dhe dashuria që ke për nanën. Në fakt, me fal për nanën janë mundu shumë gjithë poet, shkrimtar, filozof. Por asnjë besoj s'ka arrit në një definicion, ka gjetë vargun emblematik për të. Lumaj që pa nanën, unë në fakt kam shumë vite që nuk e kam nanën dhe kur u vendas më pa ky emision, më krijoi një ndjeshmëri shumë më të madhe se ma suri shumë pranë vetës, sepse nganjëherë rrjedha përditshme e jetës na bën edhe që ti lam pak larg vetes disa emocione. Ndjes pashin nëna tona,
Respekt. E gjithë paqen të gjitha nënat që nuk jetojnë, e qofshin jetë gjatë të gjitha ata që i kujtojnë. Faleminderit Brenda, faleminderit zonja Angelina, miq të dashur, në këtë fillim pak do të flas më shumë, por më vonë do alën radhën zonjave, të cilat do na recitojnë poezi dhe do na flasin sigurisht, por unë do i them disa fjalë për rëndësinë e 10 majit, pra ditës botërore të nënave, që tani më veç edhe 4 orë na ndajnë nga ajo ditë, por neve kemi përgatitur emisionin për shkak të kushteve dhe rrethanave për ta emituar pikërisht sonte, pra 4 orë më herët se sa është data e 10 majit. Pra. 10 majit, dita botërore e nënave. Mother's Day në gjuhën angleze, pra është një ditë kushtuar nderimit të nënës, dashurisë, sakrificës dhe rolit të saj në familje dhe shoqëri. Në shumë vende të botës festohet të dielën e dytë të muajit maj. Pra, në vitin 2026 vije më 10 maj. Si lindi ideja kësaj dite? Ideja moderne për ditën e nënës lindi në United States në fillim të shekullit 20. Gruaja që konsiderohej themeluesja e saj ishte Ana Jervis. Ajo dëshironte të nderonte nënën e saj, Anne Revens Jervis, e cila kishte punuar për paqen, kujdesin ndaj nënave dhe shëndetin publik gjatë dhe pas luftës civile amerikane. Pas vdekjes së nënës së saj më në 1905, Ana Jervis nisi një fushat që të krijojë një ditë zyrtare kushtuar nënave. Festa e parë zyrtare u organizua më në 1908 në qytetin Grafton, në një kishë ku nëna e saj kishte dhënë kontribut. Në vitin 1914, presidenti amerikan Woodrow Wilson e shpall zyrtarisht ditën e nënës festë kombëtare në SBA, që do të festojë çdo të diel të dytë të muajit të maj. A ka origjinë më të hershme? Po, sigurisht. Edhe në qytetrimet e lashta ka pasur festa kushtuar figurës së nënës dhe pjellorisë. Ancies grece nderohet Perëndesha Rea, nëna e Perëndive. Në ancient Rome festohej Hilaria, përnder të Perëndeshës Cybele. Në United Kingdom ekzistonte Mothering Sindai, një traditë kishtare që daton prej shekujsh. Megjithatë, forma moderne e ditës së nënës lidhet kryesisht me iniciativën e Ana Jarvisit. Pse festohet? Kjo ditë festohet për të nderuar sakrificën dhe përkushtimin e nënës, vlerëson dashurinë dhe kujdesin familjar, për të forcuar lidhjet familjare dhe për të shprehur mirënjohjen në rolin e gruas si nënë dhe si edukatore. Në shumë kultura, nëna konsiderohet simbol i jetës, dashurisë, pa kushte dhe mbështetjes morale. Si festohet? Sot Mother's Day apo dita e nënës festohet në shumë vende të botës, megjithëse jo gjithmonë në të njëjtën datë. Zakonisht njerëzit u dhurojnë lude dhe dhurata nënave, organizojnë dreka ose darka familjare, shkruajnë kartolina faleminderimi, kalojnë kohë me nënat dhe gjyqet, organizojnë aktivitete shkollore dhe sociale kushtuar figurës së nënës. Lulja simbolike e kësaj dite në SBA është karanfili i bardhë, i zgjedhur nga Ana Jarvis për të simbolizuar pastërtinë e dashurisë së nënës. Mesazhi në emisionin e kësaj dite, mesazhi kryesor i ditës së nënës është respekt, dashuri, mirënjohje për nënën. Misioni i saj është të kujtojë rëndësinë e familjes dhe rolit të nënës në edukimin, formimin dhe mbështetjen emocionale të fëmijëve dhe shoqërisë. Kjo ditë përfaqëson dashurinë pa kushte, sakrificën, kujdesin, forcën emocionale, unitetin familjar dhe jetën në vazhdimsi me breza. Në fakt, një fakt interesant. Ironikisht, Ana Jarvis më vonë u zhgënjye nga komercializmi i festës. Ajo mendonte se dita duhet të ishte një moment i sinqert falënderimi dhe jo një festë dominuar nga biznesi dhe reklama. Neve kaq kishim miq të nderuar dhe tani më ftojmë zonjën Brenda që të na flet për mbretëreshën pakuror, pra mirënjohjen në ditën e nënave. Faleminderit zoti Kthim. Mbretëresha pakuror, mirënjohje në ditën e nënave, 10 maj, dita e nënave tona. Ka një mbretëri që nuk shfaqet në hartat e botës,
një fron që nuk ndërtohet me arë, një kuror që nuk farkëtohet nga duart e argjendarëve, është mbretëria e Nunës. Ajo sundon pa ushtri e ligje të shkruara, pa skeptra dhe pa triumfe të shpallura në sheshët e historisë. E megjithatë, pushteti i saj është më i thellë se çdo perandori që ka kaluar mbi tokë, sepse nëna nuk pushton qytete, ajo pushton zemra, nuk ndërton mure, ajo ndërton njerëz, nuk kërkon lavdi, ajo bëhet vetë kuptimi e dashurisë. Në ditën e nënave njerëzimi ndalet për një çast përpara kësaj figure të përjetshme dhe përpiqet të shpreh atë që gjuha shpesh nuk arrin ta mbajë. Sepse fjala nën është vetëm një emër. Është një univers i tërë ndjenjash, sakrificash, heshtjesh, ne të shpagjum, lutjesh, bathana e drite, që ndizet, edhe kur bota duket e errët. Nëna është si një qëri që digjet nga dalë për të bërë dritë për të tjerët. Ajo nuk ankohet për flakën që e konsumon, ajo gëzohet që dikush tjetër sheh rrugën palë saj. Filozofi gjerman Arthur Schopenhauer thoshte se dhe mshuria është themeli i moralit. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë nëna është tempulli i parë i moralit njerëzor. Fëmia nuk mëson fillimisht ligjet e botës, por ritmin e zemrës së nënës. Para se të kuptoj gjuhën, ai kupton prekjen. Para se të njohë filozofinë, ai njeh përqafimin. Dhe ndoshta aty lind metafizika më e pastër, bindja se ekziston një dashuri që nuk kërkon asgjë në këmbim. Nëna është ura mes tokës dhe qiellit. Ajo mban mbi supe një barë që nuk shihet, si atlasi mitologjik që mbante botën, por ndryshe nga ai, ajo nuk kërkon as lavdi as mëshirë. Në heshtje ajo mbledh copat e thyra të shpirtit familjes, i qep plagët e padukshme, e mban shpinën bashkuar si graviteti që mban planetet në orbit. Fjala për ju, zonja Angelina. Nëse graviteti do të pushtonte për një sekond, universi do të shpërbëhej. Nëse dashuria nën do të mungonte, shumë zemra do të humbitin drejtimin. Nietzsche shkruante: ai që ka një pse për të jetuar mund të vallojë pothuajse çdo si. Nëna është mishërimi i kësaj ideje. Ajo përballon lodhjen, dhimbjen, varfërinë, frikën, sakrificën, sepse ka një pse, fëmijës. Në këtë kuptim, ajo bëhet filozofia më e hapur e ekzistencës. Ajo nuk shkruan libra, por shkruan karaktere. Nuk mban ligjëratë fetare, por edukon shpirtra. Nuk fiton çmimin Nobel, por krijon qenie që më vonë ndaktojnë atë. Në shumë mënyra, nëna i ngjan tokës. Toka shkele çdo ditë, por vazhdon të japë. Njeriu e gërmon, e copton, e lëndon, por ajo përsëri mbi një. Edhe nëna shpesh harrohet, lodhet, keq kuptohet, por vazhdon të japë dashuri. Ajo është si rrjedhja një peme, nuk shihet, por pak të pema do të thahej. Shpesh bota admiron degët, gjethet dhe frutat, ndërsa harron rënjët që mbajnë gjithçka gjallë. Sokrati thoshte se një vetvete. Por si mund ta njohë njeriu vetveten pa njohur burimin e parë të dashurisë së tij? Nëna është pasqyra e parë ku njeriu shet qenien e vet. Në sy të saj, ai mëson nëse bota është e sigurt apo e frikshme, nëse ai meriton dashuri apo vetmi. Psikologjia moderne ka konfirmuar atë që intuita njerëzore e dinte prej shekuish. Përqafimi i nënës ndërton themelet të shpirtit. Nëna nuk është vetëm një qenie biologjike. Ajo është një koncept metafizik. Është simbol i krijimit, i vazhdimësisë dhe i shprehjes. Çdo nënë është port mes së kaluarës dhe së ardhmes.
Përmes saj brezat kalojnë silometrin që derdhen e detin e kokës. Ajo është kujtesa e njerëzimit. Në duart e saj ndodhen këngët vjetra, lutjet e huara, zakonet, emrat dhe rrëfimet që historia zyrtare nuk i shkruan kurrë. Në netët më të errta të jetës, shumë njerëz nuk kuptojnë fjalët e filozofëve, por zbërojnë në nënës së tyre. Ky është paradoksi i madh i ekzistencës. Ne kërkojmë kuptimin e libra, ndërkohë që kuptimi na ka përkapuar që ne. Nëna është metafora e Zotit për shumë zemra, një prani fal, pret, duron, vazhdon të doj edhe kur ne larg. Shkrimtari Victor Hugo thuat: duart të nënës janë bërë nga butësia dhe fëmijët flen thellë në to, por ato duar nuk janë të buta, ato janë edhe duar lukë. Ato kanë larë lot, kanë punuar deri në raskapitje, kanë bajtur barë mbi lutër për të mos lejuar që fëmijët ta ndjejnë peshën e jetës. Në çdo rrugë të duarve të nënës shihet një histori e sakrificës. Ka diçka tragjikisht të bukur në bashkësinë e nënës. Ajo shpesh jep gjithçka pa kërkuar të ndend. Ashtu si dielli që lind çdo mëngjes pa kërkuar duar. Edhe nëna vazhdon të japë dritë. Dhe ndoshta kjo është forma më e pastër e madhështisë, të bësh mirë pa kërkuar lart. Faleminderit zonja Angjita. Unë do vi me një poezi, do të fillojmë orën tonë poetike me poezinë e Zotit Gëzim Ajgeraj. Në ty fillon drita. Në një frymëmarrje të gjatë, si veti që nuk mbaron. Në këtë ditë që mban erën e qumshtit të parë dhe tingullin e fjalës që nuk flaket kurrë në. Unë e hap mëngjesin si një port të vjetër truri dhe brenda tij gjej hapat e tuqe ende ecin mbi dyshemen e kohës. Bota më duket shpesh si një letër e dërguar gabim, një adresë që nuk më njeh, derisa kujtimi yt e korrigjon universin me një butësi që as ligjet e fizikës nuk e shpjegojnë, sepse ti nuk je vetëm kujtim. Je mënyra si drita mëson të mos ketë frikë nga errësira. Je arsyeja pse agimet nuk janë vetëm ngjarje astronomike, por rikthime të vogla të shpirtit në vendin ku filloi. Kam lexuar diku se universi po zgjerohet pa pushim, se galaktikat largohen nga njëra tjetra, si njerëz që harrojnë të kthehen, por ti e qëndra ime pa lëvizshme, një gravitet i padukshëm që më mban të mos humbas në këtë ikje të madhe. Në çdo frymëmarrje timen ka një jehon të frymësate, si një erë e vjetër që nuk largohet kurrë nga deti. Ti më mësove pa e ditur atë që librat nuk arrin ta thonë, se dashuria nuk është një ndjenjë që lind, por një ligj që ekziston para lindjes. Nëse jeta është një pere madhe që rritet në errësirë, ti e rrënja që nuk shihet, por pa të, asë një gjete nuk do guxonte të ishte gjelbër. Dhe unë, në gjetet që mëson të bjerë pa u thyer, mbajnë në damaret e mi, ujë i parë që ti më dhe. Kam dëgjuar se kujtesa është një qytet që plaket, se rrugët e saj fshihen nga kodra, por ti je qyteti që nuk rënohet, dritarja që nuk mbyllet, porta që gjithmonë më nje edhe kur unë nuk e njoh veten. Në mëngjeset e larta kur zgjohem qytete që nuk më thrasin me emër, unë të kërkoj në gjërat më të vogla, në mënyrën si bie drita mbi një tavolinë të zbrazët, në një filxhan që avullon si një mendim i ngrohtë, në heshtjen që më mbështjell, si ti kur, duart e tua, sepse ti e bërë një gjuhë e brendshme, një alfabet që nuk shkruhet, por lexohet me shpirt. Sa herë kam parë botën të bëhet e ashpër, si një gur pa kujdes, por gjithmonë brenda meje kam mbetur një copës e butë toke, një vend ku këmbët e tua kanë ecur dikur,
dhe I kanë mësuar dheun të mos jeti ftohtë. Ndonjëherë mendoj, ndoshta nënat nuk janë thjesht njerëz. Ndoshta ato janë forma më hershme dritës, ajo që ekziston para yjeve, një gjuhë që Zoti e përdori për të mësuar universin si të doj. Sepse edhe kur je larg ti më ndriçon pa zë, si një yll që nuk kërkon të shihet, por vetëm të jetë. Dhe unë e kuptoj tani, aty që nuk e kuptoja si fëmijë, se edhe dashuria jote nuk ishte vetëm kujdes. Ishte një arkitekturë e padukshme, një qytet I ndërtuar brenda meje, ku edhe kur rrëzohem, gjej një derë që hapet. Në këtë 10 maj nuk të sjell lule. Ato janë shumë të vogla për ty, shumë të përkohshme për atë që je. Unë të sjell kohën time, çdo sekondë që më është dhënë, si një dëshmi e heshtur se ti ke ekzistuar, të sjell frymëmarrjen time, sepse ajo është vazhdimi I yti. Të sjell rrugët e mia, sepse të gjitha pa përjashtim kanë kaluar një herë nga zemra jote. Dhe nëse një ditë zëri im humbet në zhurmën e botës, nëse emrin mpretet si një re mbi qytete, do të mbetet diçka më e fortë se harresa, në mënyrë të dashuruarit pa kushte, një mënyrë të falur pa llogari, një mënyrë të qenurit I butë në një botë që harron. Se ti je ti, ajo do të jetë ti, e shpërndarë në mua si një dritë në ujë, sepse në fund, njeriu nuk është ajo që fiton, as ajo që humbet, por ajo që ka marrë nga dashuria dhe ka kthyer në dritë, dhe unë jam një copës e pafundësisë sate, një valë që nuk e harron detin, një fjalë që gjithmonë kthehet, te goja që I tha për herë të parë, në gëzim, a I geraj. Faleminderit, zonja Brenda, faleminderit shumë. Faleminderit ju për gjithë emocionet që na bëre të përjetojmë në vargjet e kësaj poezie kaq të bukur. Unë do lexoj një poezi tjetër, e cila ka ardhur nga për këtë emision, vjen nga Gjermania, një lezhjani përkryer, një familje mrekullueshme, por nënën e kanë dashur, e kanë respektuar deri në momentin e fundit. Prandaj I ka shkruar me kaq delikatesë nënës dhe me shumë kënaqësi ja lexoj. Lesh Morani. Sytë e nënës time. Nuk kam parë kurrë në jetë sy më të bukur se sytë e nënës time. Sytë zi. Por ajo zi. Kur qëmte ishin sa për 1000 ditë me shi, por shiu nuk binte as një herë mbi mua. Te pritën që nuk thithte tokë e trupit të saj, binte mbi tokën e huaj që shkelte këmbë e huaj. Mos më thoni se globi s'ka më të thellë se gropa e Marian, diku mes oqeanit, pa tokë e pa njerëz. Një copë shkretëtire marrë diku në Afrikë, apo Azi, ajo e quante trishtet, por mua më ndalonte të hyja pa u ngopur me buke ujë, njësoj si për çdo udhëtim. Perëndia nuk ka bërë kurrë sy më të bukur. Me kaq dashuri, kujdes, durim, në mira sheku I rrugëtime, deri në të mitën e milimetrit përqëndruar, si të sytë nënës time, sa ishte gjallë nëna, ishte emëruar me dekretet e veçantë. Ambasadoret shpirtit në shtëpinë e Tineti. Mbrëmjeve nëna mbyllte portën e oborrit, derën e shtëpisë, që të mos iknin ëndrat. Më mbulonte me batanije nga të ftohtit, ashtu si mbulon toka bimës rënjët dhe folen shpendët, ani pse? Ëndrat u ritën më shpejt se unë. Nuk kam parë kurrë në jetë sy më të bukur se sytë e nënës time. Argumenti I teorisë së binjakëve që u mbyllen pa u plakur. E fort, aq sa e brisht ishte ajo, sa pikë të qirin t'i kursente dhe shpirtin e diçtet na bënte dritë,
nuk e kurseu kur, derisa një ditë, vetë u thirr. Ajo kur nuk i ka lyer buzët, se nuk donte t'i dinte, buzëqeshja për gjaku. Kur e pusa në faqe për të fundit herë, ndjeva një butësi të tretur në dhimbje të rreshkur. Lotët tanë u bashkuan dhe rrugulliseshin si urteqe që çuditshëm mallin në shkretir, atëherë sytë mi i mbuluan ret. A thua vallë do ketë më kohë perëndimia të kryohete një herë sytë të tillë kaq të bukur sa sytë në anës time, nuk e di. Nëse e ke pas më parë këtë poezia jo, nëse po, shoh tjetër poezi. Lesh Morani. Përshëndesim zotë. Përshëndesim shumë dhe falenderoj për votën e bukura, për besoj të nderuar që ishte nëna e tij të cilën unë kam pas fatin ta njoh. Ndjes pas që u pret në paqe. Zonja Angelina, fjala për ju. Me emocionove shumë me interpretimin në të. Vargjet ishin shumë fike. Mësohen një farë shumë të gjallë, non-stop dhe Nana nuk është perfekte, sepse asnjë qenie njerëzore nuk është e tillë. Po bukuria e saj qëndron pikërisht për sosmëri. Ashtu si hëna që pa njolla, por vazhdon të ndriçojë natën. Edhe Nana, me lodhjet dhe gabimet e saj, mbeti dita e jetëve. Dita e Nanës duhet të jetë vetëm një datë kalendarit. Ajo duhet të jetë një moment është filozofik mbi borxhin për njerëzimin tonë e figurës së Nanës. Sepse ne jetojmë në një epokë që shpesh harron një. Njerëz në lëpindikun, por harrojnë duar që hajten kur nuk munden të jetë. Nana është si një mëlliri. Ajo është në gjatë, duron së dhe vazhdon të japë edhe kur është plagosur nga kohë. Në trunkun e saj duhen unatë viteve, të cilat rinë vetë, një sakrificë, një lotë, një buzëqeshje, një lutje. Në filozofinë lindore thuhet se universi mbahet në një ekuilibër nga harmonia. Zëri i saj është muzika, përqafimi i saj është paqja e parë. Dhe ndoshta për këtë arsye, gjithë jetën njeriu kërkon vend, njerëz të kujtime që ngjajnë gjësisë të qenit pranë nënës. Ka diçka të shpejtë në mënyrën se si një nënë shikon fëmijën e saj. Në atë vështrim ka vetëm dashuri, ka besim. Edhe kur bota dështon, nëna shpesh vazhdon të besojë. Ndonjëherë ai besim është ura që fillon një njeri nga humnera. Jean Jascoët Rousseau shkruan se njeriu lind i mirë, rrie dhe formon. Nëna është përpjekja më e madhe për ta ruajtur atë. Ajo lufton kundër egërësisë të botës, me armën për të më të pambrojtur dhe më të fuqishme njëkohësisht, dashurinë. Nëna është si një kandidati në errësirën e oqeanit. Edhe kur gjithçka saj bëhet të ftohtë dhe ajo vazhdon të lëshojë dritë. Dhe shpesh ajo dritë është arsyeja pse dikush nuk humbet. Ne jetojmë në një kohë ku një fotografojnë çdo gjë, por shpesh jetojnë të shikojnë me zemër. Dita në kujton se gjërat më të rëndësishme nuk maten me para apo me famë, por me dashuri. Pas, kur njeriu largohet nga kjo botë, nuk kujtohet për makinat të turisë, por për ata deshin sinqerisht. Faleminderit. Faleminderit Angelina. Nëse më lejoni, do të kisha lexuar poezi shumë të bukur nga shkrimtari Fatas Fidani. Po patjetër. Se nuk hati pyesja e çuditë. Çudi, vetëm nëna nuk është e uritur. Ne, për 3 hëna,
që me natë ngritur, ishim të paditur, të pangopur, të paritur, ta hapëm bëllësyt e thanim tërhan, lugët fronin, kruhanin të han. Nëna, me një kafshat puke, duen të me një. Ka gjë bërë nënës, nëna të kërkan. Me drek, të oritur, në mblidh të ropë të stalë. Gonjët e shqies në të kulat. Nëna, si kloq, mos mbet do pangrën, puke, për ty të ndonjë thërpime të lënë. Me darë, ta mjëll misë e bëndosh, shmare, po ti mama, ti nuk hëngre fare, hani pitë në shkoni fini shumë, të nënat se murën, kur ne ti fidan bët pjetë, ndërsa nëna si rënjët, bëndet të të pjetë. Kur nisëm të kuptoni, ti erdhëm në vjetë, muam të kuptonin sekretin e vërtet. Kur nëna mbeti, veç një grusht ekstra. Kur s'kish të më mishku i hegënjera. Atëhere, s'pulluam e të pathëna, sekreti natural, dhe nuk hanë të nëna. Kur nëna u përus e mbeti sa litosh, sa vinte më mkrakur, sa vinte me vockër. Ka mami o nënë, nga nëna dhe në noqëve, mbeti veç një shpirt, një foto, një kotë. Tonte, kur djali duke parë t'i vi, gjumi e ka dhënë, telekomanda nga dore e kënë, dhe gruan ti nëse zhumi, ra djali pa ngrënë, tonte të kujtoj, të s'hajet i nënë, po fli më i grua si të bënamu, një darkë, nuk ishte janë. He, i pasur, i vakër, s'qën ka e thënë, i ngopër i pitur, nëna që ka nënë. Faleminderit Angelina. Faleminderit Angelina. Po. Këshillë e nënës. Ëndër e trishtuar ishte nëna ime. Flej në duar tona e qetë dhe shiko diellin. Nën, si flake hofsh me qënze gjëre gjatë, si pohia e pranverës që freskon zemrat, ashtu zemra ime gulfon plot dashuri për nënën që shqipton çdo ditë emrin tim dhe sa herë prej dashurisë më struk në gjilë. O, nuk kam për të harruar emrin tënd. Thellë në zemër kam për të ngullur si hu, dhe me 100 gozhda kam për të gozhduar. Je e dashur për birin tënd, për loçkën e barkut. Je e dashur nën, e dashur, mbi gjithçka. Selim Ramadani. Faleminderit, zonja Hatje, shkëputem që gjithmonë në le. Laureta Malaj. Nën, sa vargje kanë lindur nga lopyet i heshtur. Sa poezi janë përkullur para duarve tua, që mbollën dashuri edhe në ditë të varfra. Për ty, kanë qelur pranverat, kanë kënduar zogjt nagime, dhe të rrule ka marrë pak nga zemra jote, për të mësuar si falet dashuria pa kushte. Ti, je lutja që nuk shuhet kur, drita që rindetur edhe kur bota erësohet. Je streha ku shpirti kthehet i lodhur e gjen faqe në një përqafim. Në ditën tënde, nuk mjaftojnë lulet e as vargjet, sepse mra jote ka qenë gjithmonë me madhe të një falenderim. Uroj të dashuria që ke falur pa kursim, dhe çdo pranver që vjen, të lulezoj si buzëqeshja jote, nën. Laureta Malaj. Përshëndesim zënë Laureta, urojmë sukses të gjithmonë. Diana Çelebia, nënës.
Në dashur, dritë në shpirt. Ti e zemra që s'lodhet kur, me fjalë të lam me përqafim të ngrohtë, botë më të bukur çdo ditë. Tu gjej gjithmonë paqe. Në duart e tua ndjej siguri, je forca ime në çdo hap dhe dashuria ime, pa kufi. Kur bie lodhem në jetë, ti je pranë si rrezë drite. Më ngrej sërish me zemër të madhe dhe më mëson si të jem me forcë në jetë. Faleminderit për gjithçka, për sakrificat e dashurinë pa fund. Ti je thesari më i çmuar për mua, që do të dua përgjithmonë, kudo që të jem. Pranvera e plot me dritë, me lule shumë e qiell të kthjellë. Zoj shkëndojnë në çdo degë dhe natyra zgjohet e qesh. Fusha mbushet me ngjyra plot. Era fryn e lehtë si një lot, dielli ngroh tokën e ftohtë, e zemrat mbushen plot me gëzim sot. Fëmijët luajnë në përfusha, me buzëqeshje si petale lulesh, pranvera sjell shpresë të re dhe botën e bën më të bukur çdo ditë. Diana Çelepia. Faleminderit, përshëndesim Dianën. Aurela Rukaj, në, mlen t'i puth syt, por mos më shih me sy. Kam një dhimbje nanë, që etjen nda mort mi dën me shu. Kam një dhimbje nanë, ndër ka pak synit masht harlis, e syt prej teje du me i pshte, mos me të mjell një thim, mos me të shkru një rrull, dimnin e jetë me talan të qetë. Aurela Rukaj. Do shkojmë në Turqi sote. Pasi shpresa zonaqi thot, sonte u përmallova nën. Sonte desha të vitet i nën, me yllin e parë që shkelqet mbi qiell. Se larg këtu mallim ka zënë. Për te i largësive, për te i gjiri thot, jeta zbehet e merr tjetër kuptim, më mban një shpresë dhe një dashuri, e me to e ushqej këtë mallin tim. Me dorën tënde shpesh e freskoj këtë mall, e mbi ballë vendos kujtimet për ty. Edhe këtu ku jam larg, jetoj me hallin tënd, që djeg në sytë e mi. Ti aty në qytetin e ëndrave të mia, e unë larg për te e gjes. I numëroj yjet që sjellin për qafimet e mia, me dashurin për ty nënd, e ndaj çdo qast. Të sjell të falat plot dashuri. Në këtë natë të mbushur plot yje, dhe një ditë në përqafimin tëm do të vi, në grykas të çmallemi të dyja. Shpresa Gashi Zurnaçi. Përshëndesim edhe ne zënë Shpresa në Turqi atje, si dhe urojmë shëndet nonës së saj atje në Prizren. Ja kalojmë fjalën kolegës tonë. Po, Angelina? Po, në rëmbejve zysh me leximin ta. Unë do të lexoj poezi Nana nga Ndremjeta. Më përshtatet se më pëlqen shumë në dialektin tipik që ja. Si reze diellit në ditë ftohtimi, më ke ngrënë në zemër me fjalë shpresë. Mballë më ke dorë, më ke hjek çdo fëmijë. Më ke mësuar mes të jetës së ndjerë. Ti më ke kënë streh kur botën më ke tërë. Ti lisi fort që stuhnit se rëzdojnë. Në qoksin tënë kam gjithë faktin e vërtet, ku antët e minja do që shflutrojnë. E tash, ku rruzën në balë të do ftyren, e hapët kënë ba ma të ka dalë shkur. Në zemrën teme, je pranvera që s'plakët,
Nan, bekimi më i madh që Zotin ka dhuruar. Faleminderit. Faleminderit Angelina. Shohim nëse mos ke telefon hapun, sepse që interferon zëri. Dhe ne prenda nuk e di nëse është lexuar edhe pjesa e fundit e kësaj eseje, pra eseja që kemi ndarë. Jo, është Do shkoj tek Që të mos i mbetim një borxh lexuesit, pra dëgjues dhe miq të nderuar, këtë eseje keni edhe tek faqja ime, pra Gëzima Igera, dhe në metafora, pra është një eseje për nënën e cila flet pra për historikën dhe dëgjues ka rreth nënës. Është një eseje goxha e gjatë, prandaj e kemi ndarë në pjesën e këtij që ta sjellim edhe përpara juve, për të sjellë pak edhe juve informacion. Në filozofinë ekzistencialiste, njeriu përballet me absurditetin e jetës. Albert Camus pyeste se si mund të jetojë njeriu në një botë pa kuptim. Ndoshta përgjigjja fshihet te nëna. Ajo krijon kuptim aty ku ekziston boshllëku. Kur bota duket e ftohtë, ajo bëhet e varfër. Kur gjithçka duket e pasigurt, ajo bëhet tre. Kur njeriu thyhet, ajo bëhet ngjit si shpirti. Brenda saj ruhen mira historitë pa thëna, në të cilët kur qau fshehur azi, sakrificat që askush nuk i pa, ëndrat që i lamenjan për të ndërtuar ëndrat e të tjerëve. Çdo nën ka brenda vetes një univers pa dukshëm, një oqean emocion. Shpesh askush nuk e eksploron plotësisht. Dhe megjithatë, bota moderne shpesh e ma vlerën me paran me famën. Në këtë treg të zhurmë të dukjes, në nëbej një heroidë e gazetash, nuk ngjitet në podiume, por pa të, qytetrimi do të shembej si një kështjellë rreve, sepse çdo mendimtar, çdo shkencëtar, çdo artist, çdo udhëheqës ka kaluar dikur në përduart e një nëne. Konfuci thoshte: forca e një kombi buron nga integriteti i shtëpisë, dhe integriteti i shtëpisë shpesh buron nga zemra e nënës. Ajo është ora e padukshme që mban ritmin e familjes. Nëse ajo ndalon, koha shpirtërore e shtëpisë prishet. Nëna është edhe metafora më e bukur e durimit. Lumi nuk e pret shkëmbjen me forcë, por me këmbgulje. Edhe nëna nuk fiton me zë të lartë, por me vazhdimsi. Dashuria e saj është stuhi. Është shi i qetë që bie çdo ditë dhe e bën tokën të lulëzojë. Ka njerëz që e humbasin nënën dhe e kuptojnë shumë vonë se kanë humbur një pjesë të qiellit të tyre, sepse nëna nuk është vetëm një person. Ajo është një atmosferë shpirtërore. Prania e saj është si ajri, shpesh nuk e vërejmë derisa mungon. Dhe kur mungon, boshllëku tingëllon si një kambane heshtur në zemër. Filozofi francez Emmanuel Levinas e vendoste etiketën e përgjegjësia ndaj tjetrit. Nëna është forma më e lartë e kësaj përgjegjësie. Ajo zgjohet kur të tjerët flet. Ajo sakrifikon rehati, kohë, rini dhe shpesh vetveten për dikë tjetër. E në këtë rast, në të vazhdueshëm dhurimi, ajo prek diçka hyjnore. Fjala kalon te kolegja ime. Po, Angelina? Të shkoj te Kalipodrimja me poezi Nëna. Bukur. Në sytë e saj digje një dielli që nuk rëndonte kurrë. Duart e saj dy degulliri partin erën e bukës së pjekur dhe dridhjen e lutjes së mëngjesit. Ajo ishte mbi kurrë pa u ankuar. Si të ishte mësuar nga se dhimbja është vetëm një farë që rrit dashurinë. Në heshtjen e saj
rinin të fshehura këngë të lashta që i këndonte, vetëm kur natë përlonte në yjet, në ballin tim të lopë. Ka që ishte poezia e Ali Podrinjës për nënën. Faleminderit. Faleminderit. Mund Unë të vazhdoj me një poezi timen. po. Mbiheshtjen hynore të dashurisë anore. Në hijen e frymës sate, lindë metafizike dashurisë. Aty ku koha nuk ecën me hapa, por tretet si krip në oqeanin e përjetësisë. Ti nuk je vetëm nën, je alfabeti pari qënjes sa të vi. Tempulli ku Zoti fshehu dritën para se të krijon të agimin. Në duart e tua, universi mëson butësinë e mandafsht dhe çdo plagë e botës bëhet më pak e errët, sepse madhështia nuk banon në thronë mbretërish, as në librat e filozofëve që kërkojnë të vërtetën në ide. Ajo banon në heshtjen e një nëne, që digjet si qiriri për të ndriçuar shpirtin e tjetrit. Ti je metafore tokës që fal pa kërkuar, si hëna që ndriçon detin, edhe kur vetë mbetet e plagosur nga nata, në syrin tënd fle urtësi e shekujve dhe në lotin tënd gjendet kripa e gjithë njerëzimit. Ndoshta filozofia e jetës është vetëm kjo. Të duash aq thellë, sa vetja të zhduket për të dhënë jetë dikujt tjetër, prandaj emri nën nuk është thjesht fjalë. Është forma më e afërt që ka pafundësia kur zbret mbi tokë në trajt njeriu. E kur të heshtim këmbanat e kohës, kur që të trimet të tretën si plukur në erë, do të mbetet ende një e vërtet mbi rënojat e botës, se dashuria më e pastër ka pasur gjithmonë fytyrën e një nëne. Dhe në tjetër të gjithë, natës pasakon, prapë emri do mbetet si lutje pashuar, sepse në qënjën tënde rreth një dritë e lashtë, më e vjetër se vetë kujtesë e tokës, më e thellë se heshtja e deteve. Ti je ura ndërmjet dhembjes dhe shpresës, fryma që jep kuptim rrënimit njerëzor. Në prehrin tënd edhe frika mëson të luhet, edhe vetmia që të trek për të mos vdekur. Si një lisë i shenjtë në stuhitë e jetës, që ndron për e patyshme, e Zotin në qiellrat e largët, në tempo i mërmeri e në libra të moqëm, por harrojnë se hynia me frymë, në duar që ledhatojnë ballin e fëmijës, aty ku zemra jote fal pa kushte, nis e lulezon vetë kuptimi i ekzistencës, dhe unë e kuptoj tani, në këtë qast të heshtur, se pavdekësia nuk është miti gurve apo mbretërve, ajo jeton në shpirtin e nënës që mbetet drite dhe pasi shuhet tru, sepse çdo dashuri në këtë botë ka një burim, burimi i parë i universit quhet nënë. Faleminderit zonja Brenda. Si duket Angelina në këto qaste është larguar pak nga linja. Jo. Këtu jam. Por ka dalë si duket linja e. Jo, këtu jam. Pse nuk Nuk di pse është mbyll atje se kjo këtu është aktive. Monitori është mbledhur. Jo, këtu ka. Nuk e kuptoj pse. Ndoshta të shohim se çfarë mund të bëjmë në çaste për ta aktivizuar monitorin e Angelinës, sepse këtu na bëri mbyllje. Unë po lexoj një tjetër poezi derisa ju rregulloni këtë defekt. Abite gashi, bukurie rroll. Pas ka zbritur hëna në heshtje mbi det.
si një ëndër e barë që bjeshkët e fshehit. Dritën e saj e derdhën mbi flokët lehtë e ku lulet i fiçkët, me mall të përdjekën, prilli ka hapur portat e një bote të re, ku aromat flasin me gjuhë të padukshme, e ecën si hije mes dritës së rreve. Një qenie butë, thuajse e pakakshme, në lindje dielli ndizet si flakë e art, e mbi buzmali rrëshqet si bekim. Rrezja e parë ndalet në syrin ton të qartë dhe bëhet lutje në çdo rrahje shpirtit tim. Ylli i mëngjesit dridhet nga pranija jote, si të kish parë një mrekulli të rrallë. Në qeshja jote një perde e lehtë mbi botë, që fshehë zbulon një univers të gjallë. Ti si veç bukuri, je një frymëzim i fshehtë, një këngë që qielli e këndon pa zë, e rritur me ninulla, me dashuri të vërtetë, që koha se prek, dhimbja se thërmon më, pranvera në ty nuk vjen, ajo lind, në çdo hap tëndin çelin stinët të reja, fjala jote shëron si një dorë që bin, se edhe nata më e thellë ka brenda yje. Faleminderit zonë Brenda. Nuk di nëse do ishte mirë të krijonim një pauzë të votës derisa të riaktivizonim ose të rifutim linjën përsëri, sepse është vërtet që na ka ikur linja. Të shohim se çfarë ka ndodhur. Linja nuk ka ikur. Por telefoni i Angelinës duket se është mbyllur andej. Jo, jam këtu. Sepse ndoshta mund të dilni edhe një herë dhe të rifuteni përsëri. Të dilni nga grupi. E mbyll dhe futesh prapë në grup. Po. Sikur po e mbyll, sikur e mbyll dhe rifutesh. Tash e kam. Vetëm një sekundë derisa të mund të aktivizoj. Pastaj mund të vazhdosh me një poezi. Vetëm një sekundë. Po, Angelina, tani ju kemi në linje. Miq të nderuar, kërkojmë ndjes se her mas here teknika na nxjerr edhe nga linja, por gjithsesi kërkojmë një kuptim nga ju. Unë do të vazhdoj këtë mramje me një poezi nga Agim Doçej. Faleminderit. Nanas, pusi foshnjën dhe rriti, pusi qiellin dhe ndriti, pusi plagën e shëroi vetëm nëna, pusi ballin qelin lulet, e pus gushën në tekule, pusa jojnë ati ulet veç nga nëna. Themi nën kur na thërret zemra, dhe kur thësht buzqesh ndërëndra, dhe është nënë e dashurive mal nga dhëmbja. Nina nana na përkundi dorës saj e bardh si plumbi, veç nga Zoti dhe nga nëna qilet jeta. Hapi saj i fshet i lehtë si një flutur, kur ke dhimbje vjen i pari, zëri saj aq i bukur, zgjon të vdekurin nga varri. Faleminderit. Fatmira Limani, faleminderit Angelina. Fatmira Limani, në ditën botërore të nënës. Nëna, mrekullia e kësaj bote. Nëna është Zoti, Perëndia.
Nëna, ekzistenca e njerëzimit. Nëna, jeta që shumë e adhurojmë. Nëna, pema më e bukur që qel filizat të njohëm. Nëna, lulja më e bukur, ere këndshme kur mon. Nëna, diell, rrezë drite, ndriçon ngrohtësi lëshon. Nëna, dashuria më e madhe në shpirt puron. Nëna me gjakun e saj, jetë njerëzish prodhon. Bota njerëzore, në sajtë nënës ekziston. Nëna rënë të thella kudo është, lëshon. Ekzistenca njerëzore, pa fundësisht, rron. Nëna në shpirtin e saj dashuri kultivon. Dashuria e nënës, njerëzit bashkuar i ban. Në familjen e ngushtë, nëna shëntërore, nëna si bleta pjalmon, kudo, ëmbëlsi lëshon. Nëna, i del për zot kësaj bote. Po të mos ishte nëna, kush do e shikonte? Këtë mrekulli të bukur natyrore, krijuar nga Zoti, në sajtë të nënës sot njerëzimi po e gëzon. Fatmira Limani, Belgjik. Faleminderit. Zyran Ahmetaj, nëna. Kush na ushqen me gjak të vet? Me kë? Përjetojmë gjithçka. Me mundim. Kush na sjell në jetë? Me dëshirë kush na mban në krah? Kush na rrit me lëdhatime? Kush na mban me përqafime? Kush na i fal gabimet jetë? Veç dashuria e vërtet. Në gjithë botën është një fjalë. Është e shenjtë, është e rrallë. Engjëll mbrojtës për fëmijë, në dashuri. Në mall për kur beqar. Në mungesë për jetim. Në ëmbëlsi rrallë, lule që hjeshon shtëpi. Me buzëqeshje që lagimin, horizontin hap me ëndra, si u i varë të kthillt mendimin, nëna, vetëm nëna. Në jetë plot mundime, në shpirt plot mirësi, në simboli sakrificës, në dashuri. Bia në të gjithë botë. Ju dhurojmë me të bukrat lule, nëna ju e ngreni globin para jush, të gjithë përkulem. Zyra Ahmetaj. Faleminderit Zyrat, përshëndesim edhe ne. Miq të nderuar, kërkojmë ndjesë. Margjet shumë të bukura. Kërkojmë ndjesë her pas here për ndryshime teknike që sjellim, sepse pengesa që kishim më herët na i barti fotografitë e dy zonjave dhe u desh që emrat e tyre pra nikosisht edhe t'i ndrojmë t'i vendosim në pozicionet e tyre që duhet i kanë pra. Për këtë kërkojmë falje sepse teknika është e tillë dhe na mundson dhe na detyron që edhe ne të reagojmë kohë pas kohë t'i përshtatemi kushteve dhe faktorëve që na ofrohen. Faleminderit Brenda, faleminderit shumë dhe ju lutem të vazhdoni më tutje. Faleminderit ju. Miqtë e mi mos ma kenë për idhrim se unë nuk lexoj poezi, sepse përderisa zonjat lexojnë bukur, neve nuk kemi çfarë të lexojmë, e keni parasysh pra. Hajde. Unë do të shkoj tashmë tek Naim Frashëri, tek vargjet e tij, më sa. Është poezia Nëna. Ti dielli që ngroh çdo mëngjes, ti më rrite me dritë me mirësi. Në duart të tua që e paqe, në zemrën tënde një dhe të fshehtë. Fjalët e tua ishin si ujë burimi që shuanin eti në shpirtin tim. Çdo plag më mbylle me buzëqeshje, çdo frikë më shërove me guxim. Edhe kur rrudhat të zbardhen ballin, sytë të mbeten pranvere përjetshme. O nën, ti e kënga ime e parë dhe lutja ime e fundit në mbrëmje. Faleminderit. Faleminderit shumë, Angelina. Me gjithë jemi në mes të orës, po themi, se ende kemi për të vazhduar. Me qenë sot vllaim vjen me librin e tij të dytë. Hajde urime.
Rime. Shumë faleminderit, unë do lexoj për nënën të cilin Nëse ka mundësi edhe njerë të në ofroni tek fotografia mesit, sepse është fotografia më e madhe, miq të nderuar, pra është ky libri i Sokol Sejdis, Kohë e thyer në vargje, i cili sot ka dalë nga shtypshkronja në Prizren dhe është botuar në Kosovë. Pra është një libër me poezi në gjuhën shqipe dhe atë greqishte, njëkohësisht dhe është një libër i mrekullueshëm që kam pas nderin të jem redaktori këtij libri, pra, dhe them me kompetencë është një libër që shumë i fuqishëm i cili vjen letërsisë shqiptare sot. Faleminderit shumë, faleminderit, unë nuk i kam. Jo, unë jam ndjesh shumë krenare se i kam marrë librat para autorit. Faleminderit shumë. Po kjo më ndodh gati gjithmonë mua sepse unë nuk jam në Kosovë atje ku dalin librat. Si shumë e veçantë që ti vërtet është njësi e veçantë të marrësh librin e një autori kur ai se ka marrë ende. Faleminderit shumë. Nuk ka pas naftë që sot ti marrë që të trija. Po vazhdojmë me urime suksese. Ti dëllet në faqet e librit të ri. Je larg veç se fizikisht në. Atë mëngjes u zgjova nga një dhimbje. Ëndra trilluese më kthi pa parë. Mendimi i pari telefonova, nënës ta pyesja si ishte, ajo kur nuk mu përgjigj, peste motra duke qarë. Nënti ike nga ne u largove. Na li papritur as nuk na përqafove, botën do rënoja, shpirtin tënd ta mbroja, çdo gjë do shkatroja, veç shpirtin mos të ta helmoja. Çdo gjë që ka shkruar në jetë, sa do të mundohemi që ta mbulojmë, emigrimin kush e zbuloi, që ka ferri vet, na ndau për së gjallit, pite vet. Embla e forta nën, në ditë vështira asnjëherë nuk i dorëzuar, bekimi yt, si ilaç na ka shëruar, të përqafoj shpirtin me shumë dashuri. Larg nga emigrimi mallkuar, shpirt bukura e mira nën, ëmbëlsia e shefi, mali për ty dije, më ka përveluar. Nën, baba, jemi krenar për ju, se më rritet me parime. Në zemër do t'i ruaj këto virtyte, portreti juaj ishte familja, vlera, jetonin me dignitet e nder, ju premtoj se dëshira juaj në shpirtin tim gjithmonë do plej. Në mërgim nuk dua më të jetoj, malli për ju më përbëloj. Llakën e varrit jo përqafoj, sa do dhinja do të me lehtësoj. Ma bëj halal për sakrificat, lodhjen, mundimin që më rrikte. Miru ta kofshin botën tjetër, të lutem, pritëm. Pa pritur largove nën, për në botën tjetër, bëj të fala babaj, vëllezërve, gjysheve e brezat të vjetër. Nga dita që undave nga ne, qiellit e tokës dhimbje i dhe. Na le plag që për herë dhembin, me dhimbjen mësohem, por në mendje ende. Po me mbetet peng që nuk isha pran, tjepja përqafimin e fundit, ike ti, engjëll i paqes në qiell për amshim, nën e dash. Ike dhe na le trishtimin, mbetesh ikon dashurie, për të gjithë ata që të njihnin. I lutë e vijeve, qiellit e tokës e parajsës qofshin ju prindrit. Ishit më të mirat e botës, u bëm shadjel për familjen time, për t'ju ndriquar ditët, e për natën le të bëhem tanë, me njohje të thellë për ju o prindër, në rreskur, nuk të ju lem, kujtimi juaj i përjetshëm. Sokol, Sejt. Faleminderit zonja Prenda, nuk do të largohemi kaq shpejt, me që edhe libri meriton pra të paktën një promovim i votës. Jo të mikut tim, pra mikut si mik, por mikut tim të Pendës, gjakut të Pendës, Sokol Sejdis, pra të lutem të na lexosh edhe një poezi nga libri, dhe na i shkëputësh disa inserte nga recensioni, atje të paktën një promovim të votës, me që sot edhe doli ky libër, pra ky libër e meriton që sot të paktën një pasqyrë vockël të prezantohet para opinionit.
Mos u dashturo me njerëz si unë. Do të të qojë në vendet më të bukura, ato më romantiket. Do vizitojmë kulturat ndryshme, do dalim për dreka, darka e shopingje. Do të kut në çdo vend bukur, që të mos shkosh kurrë tek ata pa më shijuar mua, dhe kur unë mos të jem, përsëri do të mbetesh në mendime. Do më mbash në kujtime dhe çdo vend që të shkosh, do të kujtohem unë. Dhe në çdo person do të të mbështetësh kokën, do të tjellësh ngrohtësinë time. Mos u dashuro me njerëz si unë, se do të shkatërroj në mënyrën më të bukur të mundshme. Dhe kur unë të largohem, më në fund do ta kuptosh se uraganët e kanë emrin e njerëzve. Faleminderit, zënë Prandët, isha lutë të paktën të na ndash disa citate tek recensioni. Jo pse jam unë redaktori apo kryeredaktori i atij libri, por se dua që të paktën të jepet një pasqyrë vockël për librin para opinionit. Në antike, por malli për ty më përballon. Kjo ndjenjë nuk kërkon interpretim. Ajo është e drejtë për drejtë, e zhveshur nga çdo zbukurim stilistik, dhe pikërisht për këtë është e fuqishme. Dhimbja nuk paraqitet si tragjedi teatrale, por si një gjendje përhershme që njëson njerëzore. Dashuria në këtë univers poetik nuk është një ndjenjë e qetë dhe e balancuar. Ajo është një forcë e pakontrollueshme që përfshin gjithçka. Nuk ka rregulla, nuk ka kufi. Ajo është njëkohësisht shpëtim dhe rrezik, dritë dhe errësirë. Në heshtjen që më flet paza, zemra ime bëhet det. Kjo heshtje nuk është boshësi. Ajo është një gjuhë tjetër, një mënyrë më e thellë komunikimi. Ajo nuk ka nevojë për fjalë, sepse kuptimi lind vetvetiw. Identiteti në këtë vepër nuk është statik. Ai është në lëvizje, në transformim të vazhdueshëm. Njeriu nuk është ai që ishte dje dhe as ai që do të jetë nesër. Ai është një ndërthurje momentesh, një proces që nuk përfundon kurrë. Jam fillimi dhe fundi. Ky varg shpreh një ide thelbësore. Njeriu është njëkohësisht krijues dhe krijesë. Ai formëson veten përmes përvojës dhe të njëjtën kohë formësohet prej saj. Një nga elementet më të fuqishme të këtij teksti është raporti me heshtjen. Ajo nuk paraqitet si mungesë, por si prani e thellë. Me dhimbjen mësohem. Ky është një pranim i heshtur, por i fuqishëm. Njeriu nuk mund ta eliminojë dhimbjen, por mund të mësojë të jetojë me të. Ta kuptojë, madje ta shndërrojë në diçka që jep kuptim. Gjuha e përdorur nuk synon për sosmëri formale. Ajo synon të jetë e vërtetë. Nuk ka zbukurime të panevojshme, nuk ka artific. Ka vetëm një përpjekje të sinqertë për të shprehur atë që ndjehet. Kjo e bën tekstin drejt për drejt, por dhe të thellë, sepse sinqerisht në letërsi shpesh ka më shumë fuqi se çdo teknikë. Pra mendoj që kjo vepër nuk ofron përgjegjësi të gatshme. Ajo nuk përpiqet të japë zgjidhje për pyetje të mëdha të jetës, përkundrazi. Ajo i hap ato edhe më shumë. Çfarë është dashuria? A mund të zhduket vërtet dikush që kemi dashur? A është identiteti ynë i qëndrueshëm apo i përkohshëm? Kjo pyetje vetëm mbetet pa përgjigje, por pikërisht kjo i jep veprës vlerë, sepse ajo nuk e mbyll mendimin, por e zgjeron atë. Faleminderit, zënë Prandë, nëse ka mundësi edhe një herë na sjellni në monitor të dy faqet e librit për ta përmbyllur prezantim, të dy faqet e librit e lutem. Ka një lloj pengese si duket, por faleminderit edhe një herë ju urojmë Polit shumë suksese. Nuk ka pengese, po e paraqes. Po. Faleminderit shumë. Faleminderit. Libri ka afro 150 faqe dhe ka shumë poezi, është në dy gjuhë, pra në gjuhën shqipe dhe atë greqishte. Dhe është një libër që vërtet ja vlen të lexohet sepse ka çfarë të lexohet. Pra ka shumë metaforë dhe filozofi që njeriu kënaqet kur i del në fund. Ju urojmë sukses edhe një herë Polit, ndërsa librit shumë suksese.
Faleminderit zënë Brenda dhe vazhdojmë me pjesën tonë të emisionit. Materiali, po... Jo, pas mbaru, Jo. po... është pjesa jote e fundit. Okej. Më duket se është Angelina, por nëse më lejon do e lexoja unë. Më shumë kënaqësi. Po, vazhdo. Nëna nuk është perfekte, sepse asnjë qenie njerëzore nuk është. Por bukuria e saj qëndron pikërisht në papërsosmërinë, ashtu siç në hëna që ka njolla po vazhdoi të ndriçojë natën. Më duket se është lexuar, por është ngatruar, siç duket eseja, pra, është ngatruar, po. Dita e nënave nuk duhet jetë vetëm një datë kalendarike, ajo duhet jetë një moment reflektimi filozofik, borxhin moral që njerëzit kanë ndaj figurës së nënës, sepse ne jetojmë në një epokë që shpesh harron mirënjohjen, pra. Njerëzit falenderojnë teknologjinë, suksesin, tregun, por harrojnë duart që i mbajtën kur nuk mund të ecin. Zone Brenda, me që neve kemi lexuar më herë këtë pjesë, pra do të kalojmë tek pjesa juaj, pra tek pjesa e fundit, nëse jeni në gjendje të na lexoni apo e keni përpara në monitor. Sido që t'jetë, nëse nuk e keni atëre, të gjithë miqtë e dinë se eseja gjendet në Facebook dhe në metafora dhe atje edhe mund të lexohet si tërësia, jo? Dhe ne mund të vazhdojmë edhe me poezitë, sepse siç duket tani më linja është ngarkuar dhe ka nga pak probleme. Nëna është kujtesa më e gjallë. Bukur. E faktit se dashuria mund të jetë më e fortë se egoizmi. Në një botë ku shumë marrëdhënie ndërtohen mbi interesin, dashuria e nënës mbetet një nga format më të pastra të altruizmit. Filozofi Martin Heidegger fliste për kujdesin si mënyrën themelore të ekzistencës njerëzore. Nëna është mishërimi më i pastër i kujdesit. Ajo kujdeset edhe kur është e lodhur, edhe kur është e sëmurë, edhe kur vetë ka nevojë për dikë që ta mbajë. Sa herë që një nën fal, ajo jep njerëzimit një mundësi të re. Sa herë që ajo sakrifikon, ajo i mëson botës kuptimin e dashurisë. Dhe sa herë që ajo buzëqesh mes dhimbjes, ajo bëhet filozofia më e bukur e shpresës. Në fund të fundit, ndoshta civilizimi nuk matet me ndërtesat e larta apo teknologjinë, por me mënyrën se si trajton nënat e veta. Një shoqëri që nuk respekton nënën është si një pemë që mohon rrënjët e saj. Në këtë ditë të nënave, njeriu duhet të ndalet jo vetëm për të lule, por për të kuptuar simbolikën e tyre. Lulja thahet pas pak ditësh, por mirënjohja duhet të mbetet si një pranvere përhershme në zemër, sepse nënat tona janë ato qenie që na japin jetën dy herë. Herën e parë biologjikisht dhe herën e dytë shpirtërisht. Dhe ndoshta kur historia e njerëzimit të shkruhet përfundimisht, emrat të mëdhenj do të jenë vetëm mbretërit, gjeneralët dhe filozofët. E në heshtjen e pafund me të përjetësisë do të dëgjohet dhe zëri nënave, atyre mbretëreshave pakuror, që ndërtuan botën jo me pushtet, por me dashuri, sepse kur gjithçka tjetër shembet, kujtimi i nënës mbetet si drita e fundit horizont, dhe ndoshta kjo është forma më e afërt e pavdëtsisë së njeriu që njeriu mund të njohë. Të jetosh përjetësisht në zemrën e atij që e ke dashur me shumë se vetveten. Faleminderit zone Brenda dhe neve tani mund të vazhdojmë me pjesën e poezive nëse kanë ngelur poezi ende apo kemi poezi. Po, kemi pra. Po, kam përzgjedhur nga Dritor Agolli. Jam tregu shumë lokaliste
dhe shumë këmbëtare, jo ndërkombëtare sonte. Nëna ime. Ti ishe dritë në dritaren e fëmijërisime, me duar që dinin të qepnin jo vetëm rroba, por edhe plagët e zemrës sime të vogël. Në mëngjes më zgjoje me aromën e bukës së ngrohtë dhe në mbrëmje më mbuloje me qetësinë e zërit tënd, si një këngë që nuk u harrove kurrë. Ti e dije gjuhën e heshtjes, kur sytë e mi kërkonin përgjigje dhe bota më dukej e madhe e ftohtë. Tani, kur hapat e tu nuk të gjohën më në botë, unë ende ndjej jere në shallit tënë që më përqafon me netët e gjata. Nën, ti e rënja ime e thellë dhe çdo lule që qet në shpirtin tim, merr frym nga dashuria jote. Faleminderit, mund të na lexoni nëse keni edhe tjera poezi, Angelina? Po, dhe unë një herë pastaj po i lë rrata asaj se kam disa. Vim me një poete që ka krijuar ndër vite. Akoma nuk është e dëshmuar publikisht me një libër, por ajo është më shumë se një libër. Është më shumë se poezia. Është letërsi. Angelina Pecaj. Kur heshtja më së ndritën në kopshtin e kohës, kam mbjell hijen e zërit tënd, dhe çdo agim më zgjat, si një kamban që bie brenda shpirtit tim. Ti i ke pa trokitur portat e fundit, si era që largohet nga pylli duke marrë me vete aromen e gjeteve. Unë mbeta këtu, mes orëve që rrjedhin si rërë verbër, duke kërkuar kuptimin e mungesës në për korridoret e heshtjes, sepse dhimbja hap lag, dhe është një dritare ku shpirti sheh pa fundësin. Si kur të mundja ta lidhja qiellin me duart e mia, e të sillja pranë si yllin e mëngjesit. Do të flisja me gjuhën e lumenjve, me metaforat e hëndur, me ato fjalë që nuk lindin në buzë, por në thellësinë ku mendimi bëhet lutje. Mungesa jote më ndjek si një det pa brigje, në çdo natë dëgjoj hapin e padukshëm të kujtimeve që ecin zbatur mbi shpirtin tim. Dhe kujtoj se njeriu nuk vdes kur shuhet fryma, por kur harrohet drita që ka harur. Ti e deshe jetën, si petem më duan atë sirës, e në sytë e tu banonte durimi i universit, e dashuria kishte fytyrën e sakrificës. Ndërsa tani, besoj se je bërë pjesë e kozmosit, një grimë së drite që endet në qetësinë e amshimit. Ndoshta paraj sa nuk është vetëm ëndër, por mbetet aty kujtimi atyre që na mësuan të duam pa kushte dhe ndoshta Zoti i mban pranë vetes njerëzit që do, që jetën ta falin si bekim e unë. Sa herë qielli dizet me ngjyra shiu, e ndjej se diku për t'i kohës, shpirti yt me një ende atëherë hesht, sepse ka malë që kërkon, vesh një zemër dhe që di të pres takimin e përjetshëm. Angelina Pecaj. Faleminderit. Vargje që nuk do doja t'i lexoja. Unë do të shkoj tek Ismail Kadafin së shprehë. Do t'ikim nga Angelina. Më vjen, nuk më pëlqen ta them, por Ismail Kadare është një shkrimtar shumë i madh, por poet ndoshta më pak se ti. Në mbrëmje ai kthehej i lodhur, i ngrysur me traktet të fshehura thellë në gjoksin e tij.
Mes natës së shurdhër të rreth të shkret, do të ngjiste ato në përmuret e qytetit gri. Mes natës të sonte nën më zgjo. Mirë, biri, fli birë. Ai si i vdekur në gjumra pastaj, dhe nëna mbi të syt nuk i ndal kur. Në heshtjen e natës fryma e saj ishte si një mburoj në gjoksin e tij, dhe duart e lodhura të ngrohta të dridhura ruanin pa gjumë ëndrat e birit të saj. Të bukur. Një profesoresh ka qenë pedagoge shumë vite. Ajo nuk resh së krijuari shpresa fundo gjergje. Dhe gjerastit të them mirë brema vajzës së detit. E djeli kur syrin e qeli, dhe buz qeshe më gjesi, e rezja me arë lumin për këdheli, me ujin që rrilte, të nuan të deshi. Shkëlqeu, buzqesh që e driti, i foli lumit, për krahur zjarë, pastaj e përqafoj, i përshpëriti, i tha, arin tim duat të ta falë. E mbuloj me qyllip të artë, i ndriqoj sytë me dritë, a i rodhi me ujit të qartë, ndodhë kur djeli e ke në shpirt. Edhe shelgu aty pranë për gjote, si për herdegët i ke varur, të djeltën dritë nisi të shionte, ajo i përplakur edhe atë kishte rinjallur. E djeli kjo dritë gjithësin, edhe bota duhet të qelte, veç ajo, vetëm buzëqeshi, por hera herës, brënda zjente. Ndërsa djeli qëndron të stoik, unik në dritë plakjen e vetë, çdo mëngjes sa i fliste pa fli, ndriqonte edhe diellt gjithnajen për rreth. Shpresa fundo gjergje. Rudina Babajani Lulja. Ka shumë driti Lulja, sa degët e një plepi, ullën kryet për ta parë. E dehu vendi Lulja ka shumë, sa vesa e mëngjesit, lau mërlanet e egër, që deshtë të thanin nga inati petalet e virgjëra, trupin në zelije, rënjët delikate që i gëzoheshin dashurisë sëre me djeli, që sa konë lëshoj rezet për të thitur erën e pëndjelëse. Rudina Babajani. Zonja Angelina. Unë kam shkput nga Ndremjeda një poezi që është ka të baje për nanën, por më tepër për djalin që është pa nanë. Ndremjeda shikon figurën e nanës dhe nanën tërsi si diçka e përjetshme dhe e kurdohershme në jetën e njeriut, sado që ai të rritet. Dhe jo pa qëllime ka vendos djali pa nanë dhe jo fëmia pa nanë. Djali pa nanë, si nata pa hanë, si fusha pa vesë, si shpirti pa shpresë, si zogu pa fule, si lulja pa erë, si lëngu pa miqë, si dimri pa dritë. Djali pa nanë, si fëmija pa gjyqë, ka kush e dëshmon, s'ka kush e don. Përmes një anafore shumë të bukur dhe përmes lidhësave mënyrore që ka përdor, më duk një poezi shumë interesante për të përcjell një mesazh të lirë dhe qëndësishëm për atë që nana ofron për fëmin pa caktim moshe.
Faleminderit Angelina. Faleminderit zonë Angelina. Shkojmë tek kumrie Abdyl Shala. M'ka marrë malli. Sikur po ndjej një aromë balte. Një aromë nane. Një aromë babe. Që më sillet në për odën e madhe, kur ishin burrat dikur. Në balë të odës, afër te Koçaku, të mos një duhan Koçaku. E flak ka zjarrit fill të vale, sikur se pëllumbeshat mbi ugare. Te që po vjen aromë vllau, aromë magje, e aromë halle. Kur ngroh një mbran qerepet e saqit, e magjetoret duke bërë sofrën gati, me bukmisri e langdjati. Fëmi në djem i lidhur fort, me shok më ndafsh. Gilate e qeshte me tjatin, s'te që m'ka marrë malli për kohën e vjetër, për dashnin e nanës ku veja kokën prehër, e malli për babën nuk m'hekej gjithë jetën. Kur ngroh shim të zjarri, pinim qaj bishke, e flishim për shkolle për jetë, o zot sa m'ka marrë malli për të vdekur. T'jem pran tyre, e t'janë pran meje, se vetëm ata më qanin halin tim. Kumrie Shala. Faleminderit Kumrie. Përshëndesim Kumrien, urojmë suksese. Vazhdoj unë me poezinë e fundit që kam përzgjedhur për sonte. Po, faleminderit. Kam shku tek i madhe Gjergj Fishta. Nana, si drita e parë që zbardha gimin me dorët e lodhuna për dashnisë. Ti më ke mësue me esë ndërhi jetës, me zatë butë si krojnë në plinisë. Në baltë kam pa gjithmonë një djevë, që përdojnë asë në ditë. E në zemrën tane në të gjithë strehen, kur shriu s'la kur shpirtin. Ti e këngë heshtën e mbrame, që rinë të e kënduën kujtes. Gjdo fjale jotja është urat, që mruan prej rrugë të teta. Nëse bota mbjen gjujnë, është emri ytë që më ngrej për sëri, se nana është fjala parë jetës dhe mrekullia që s'ka mbarim. Faleminderit. Do shkojmë tek poetja Besarda Shkoza, mamit tim. Si drita e parë që zbardh i maqë. Ti mi largon të gjitha reshtë, me dorën tënde që s'njeh ndalë, mjef kurajo për të jetë. Në zërin tënë gjej qetësin, kur bota bëhet zhurmë e madhe, ti mbjell të unë veç mirësin dhe më shëron të gjitha platë. Nuk gjej do të fjalë që të them. Sa shumë të dua o shpirti pastër, për ty çdo ditë unë lutje bëj të mbetesh dielli im i vjetër. Besarda Shkoza. Për gjyshen e dashur. Ti je si dega e lashtë e rrapit, ku gjen hije dhe në qetësi, në ndingujt e lehtë të hapit, na falësh dashuri e mirësi, me flok të bardhë si dhe borë, dhe sytë që shnrin plot me malë, ti na mban gjithmonë për dorë, me përralla që na mban gjallë. Në çdo rrugë të ballit tëmë, lexohet një histori e kthyer, ti ke në zemër një vend që kur s'ka për të thyer. Besarda Shkoza. Përshëndesim dhënë e Besin, ju urojmë suksese Besin. Ju përshëndesim, e urojmë suksese vërtet. Dikur i thoshim poetja vogël, por nuk u rrit nga dalë bashkë me vitet.
Tashmë ne nuk kemi më poezi të ardhura. Këto ishin poezit për deri më tani presoj. Nëse nuk kemi çfarë të lexojmë më poezi, se ne prandaj mendoj se dal nga dal edhe ne po shkojmë drejt fundit të emisionit dhe është mirë që të shohim pëlqimet, komentet dhe gjithë ata që na kanë ndjekur. Ti përshëndesim edhe ata ti lexojmë. Po patjetër. Në fakt unë u përpoqja që të shikoj që mos na ngelet dikush po e lexuar për ata që na e kanë dërguar poezit. Unë këtu kam një lutje në këtë pikë, sepse kur po bëjmë njoftimin ama të lutem që ti përcjellni më herët poezit, jo edhe gjatë fillimit të emisionit, sepse pastaj ne nuk po mund ta menaxhojmë gjithë teknikën dhe bashkërisht i mbledhim gjithandej nga jashtë. Por mundësisht pra të paktën 2 orë më herët ose më shumë pra. Sepse njoftimet po jenë nga një herë edhe 2-3 ditë përpara dhe ato janë shumë japin hapësirë për sjell pastaj poezitë. Dhe unë i lutem gjithë poetët që të mos murojnë, por të sjellin poezitë e tyre. Kur bëhet njoftimi mirë, Ndoshta është mirë zënë prenda që ju të njoftoni se për gjithë ata që janë lexuar poezi, pra ju keni ndarë edhe një surprizë. Valet e Radio Sibilave kur ne zhvillojmë orë poetike, çdo pjesëmarrës me poezinë e tij, normalisht ne me shumë dëshirë, me shumë respekt, me shumë mirënjohje për ta shpërndajmë mirënjohje. Sigurisht. Para se të lexoj me shumë falenderim të gjitha mesazhet e miqve, në fakt për natën e mbrëmshme kemi pas njoftuar një të ftuar, Drita Meshi, ishte në kryetarja e bashkisë Hasit. Ajo do të jetë në një natë tjetër, pasi ajo në familjen e burrit kishte një mort këtë ditë. Stafi i Radio Sibilave i shpreh ngushëllim thella të sinqerta për humbjen e njeriut të tyre. Pra shpresojmë në mirë kuptim në këtë ndryshim që kemi bërë miq të nderuar, sepse është dashur asaj të veprohet domosdoshmërisht nga stafi ynë për të zavendësuar për lajmërimin që kishim, për të zavendësuar atë me këtë orë letrare kushtuar nënave dhe sigurisht pra që ky emision të jepej 4 orë për para kohës së datës 10 maj, por gjithsesi pra ne shpresojmë në mirë kuptimin tuaj. Nga njoftimi falenderojmë Ylki Shala, Hava Muqallari, Adriana Hasi Ramadani, Mervete Elmazi Mehmeti, Shpresa Zurnaci, Skënder Morina, Lula Bregu, Tori Shkoza, Shpresa Fundo Gjepi, Mefajet Muslimachkaj, Paulin Gjergji, Milaim Mezine, Margjona Zmana, Lata Sopolceriani, Miranda Trocideti, Laureta Malaj, Gjergjnika, Sabaje Delezi, Bianca Dusha, Aurela Rukaj, Fatmira Limani, Bonabazi, Kristina Prifti, Gentiana Pali, Palgjini, Trande Petri, Flutra Ranzi, Luciana Ndoci. I falenderojmë përzemërsisht për pëlqimet, fatkeqësisht nuk më hapet. Do i lexoj unë disa zënë brenda? Urdhra? Do i lexoj unë disa që i kam këtu. O, të lutem. Pëlqime kanë bërë Bilbil Murataj, Fadila Igeraj, pra një vllau im në Itali, Bore Sejdia Shkoza. Përshëndesim Borën, Fitnete Bashota Krasniqi, Linda Ibri, Asia Ramadani, Sabia Kurti, Artan Marku, Fatmira Limoni, Piro Milona Milen, Minella është emri im, Gazima Igera, Ylki Shala, Petrit Sejdia, Abdyl Arifa, Jahe Fida, Qerim Shkreli, Ganio Ruçaj, Osman Hoxha, Erebok Zhuri, Naser Zani, Arif Bytyqi, Zadin Gashi, profesori, pra përshëndesim profesor doktorin Zadin Gashi, Zyber Susurin, Dëfrim Islama i Shpresa Zonaci, Skënder Morina, Ilan Berisha, Gjemile Aliu, Tori Shkoza, Ilidir Gjemajli,
Flora Shabi, Evgjeni Gjigja Gjinoshi, Jakub Durakaj, Samidin Machkaj, përshëndetje të zak, Brenda Sejdia, Emir Susuri, Vesel Ponik, Gjemajli Shala, Ndo Tetaj, Sania Nanaj, Nasuf Berisha, Lerina Beari, Lumni Rakaj, Majira Igeraj, Qazim Thaci, përshëndetje zoti Qazim, Samila Igeraj Vlauim, Ilmi Panik, Amdi Berisha, Besarta Shkoza, Alma Gjelaj Shkoza. Këta emra unë i kisha këtu zonja Prenda dhe pata mundësi që t'i lexoj pra tek faqja ime. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Ilki Shala, përshëndetje, mbrëmje të bukur e suksese. Kumria Abdyl Shala, përshëndes panelin tuaj dhe dëgjuesit e radios Sigillave të Veriut. Boris Idia Shkoza. Urimi dita botërore e nënës, nëna duhet nderuar e respektuar se ajo është në jetë, duhet respektuar çdo ditë e jo një ditë të vetme, respekt për çdo nënë. Ju përshëndes miq, urojmë të bukur me emisionin tonë Fesës nënës nga Gzima Igeraj. Besarta Shkoza, mirëmbrëma Radio Sigillat e Veriut, mirëmbrëma Xhaxhi Gzima Igeraj, mirëmbrëma Dada Prenda Sejdia, mirëmbrëma Angelina Peça, urime për emisionin, urime Fesë të nënës, mbrëmje të këndshme për ju e orë të bukura në vazhdim. Këtu ka shumë komente, por më nuk më dalin vetëm këta që unë lexova, në qoftë se ke mundësi të lexosh të tjera, të lutem Gzim, më vjen keq, por detyrohem të them, nëse ke mundësi ose të dalin këto mesazhe, është mirë t'i lexojmë sepse meritojnë respektin ton të gjithë dëgjuesit, të cilët nga koha e tyre çmuar na e kanë dhuruar duke dëgjuar emisionin ton, duke dëgjuar poezi, duke dëgjuar çdo gjë që flitet për nënën. Këtu kemi nuk kush ka fatin të lexoj këta libra, thot Bora Shkoza, Bona Abazi, urime për emisionin, Fatmira Limani, Fitnet e Bashota, respekt. Ndërsa tek metafora do të shohim ne dhe ndoshta ju mirë të shkoni në faqen tuaj, apo kushtejmë edhe ne, që të shohim edhe andej se kush ka komentuar, sepse nuk mund t'i mbledhim hasi Ramadanit urimet dita botërore e nënës, dhe tani të shohim tek sibilat nëse kemi edhe atje, shpërndarje fillimisht, pastaj këtu nuk më hapet kjo faqja sibilave tani për tani, unë kaq munda të kapi nga këtu zënja Prenda, nëse ju do të mundni nga ndej, këtu më dalin edhe 27 komente, por është e pamundur. 27 komente, po edhe më nuk më dalin për t'i lexuar vetëm 4-5. Po, ashtu, sakt. Ndoshta Tek shpërndarja me Hasimi Matani, Shpesa Finaci, Drita Bushati, Duhet Tetaj, Miranda Trociderti, Bianca Tusha e Fatmira Limani, Bona Bazi, faleminderit përzemërsisht. Ju që keni komentuar, ju që keni pëlqyer, ju që keni dëgjuar në heshtje, faleminderit për kohën tuaj të çmuar që i kushtoni emisionit të Radio Sigillave. Paqë shëndete, paqë suksese, kush i ka nënat i pas sa më gjatë pra vetes. Leti doni sa të jetojnë, sepse më vonë ju mungojnë dhe është e pamundur të kthehet asgjë pas. Kush nuk i ka, ndjes paqen në atë botë. Faleminderit. Zonja Angelina, një mesazh, ndoshta edhe për mbyllje. Me fal për nanën, janë vështira fjalë, sidomos të orë të vona të natës. Por në çdo orë apo në çdo kohë, sepse është dashnia vetme që s'marrën kurrë. Është ai frymëzimi dhe fryma që mban botën gjallë, thonë. Gjithçka mund ta gjejmë gjithmonë. Nanën e babën s'mund ta kemi gjithmonë. Ligji i jetës parashikon një radhë televizjes së ciklit dhe një përkushtim në inancë do të ishte një investim në parajsën që shpresojmë ta kemi. Faleminderit zonja Angelina, zonja Prenda, një mesazh për fund dhe një përshëndetje. Mesazhi im është shumë i shkurtër. Duani nënat, dhuroni dashuri,
përqafoni në çdo çast. U jepni dorën kur ka nevojë. Vizitoni sa më shpesh kush është larg. Ja bëni një telefonat nënës në mëngjes e një në mbrëmje, sepse do vi një ditë e s'keni më pse ti telefononi. Edhe një herë të shtet për nënat tuaja, shiko. Rritë gjele paqin atë botat që mungojnë beshte fizikisht, gëzuar nëna shqiptare brënda jashtë trojeve etnike, gëzofshi jo vetëm nesër, çdo moment të jetës tuaj, sepse jeni drita që ndriçoni shpirtrat e fëmijëve tuaj, jeni drita që ndriçoni këtë botë, e rritni nga gjakuj, nga mundi, takritina, djepsa, e gjithë shka që ju buron nga shpirti ju i parë. Paqi vetëm të mira, shëndet e suksese. Të dashur dëgjues, nga unë, një natë të qetë, një ditë bukur nesër, të festoni e të gëzoni me nëna tuaja. Natën e mirë. Natën e mirë dhe paqi dashninë në nënës gjithmonë. Edhe paqi dashni për nanën gjithmonë. Faleminderit Prëna, faleminderit Angelina, ju faleminderit shumë në emër të stafit, gjithë atyre që na ndoqën në këtë emision. Edhe një herë ju nëna urime e gëzuar ditën tuaj dhe ju bijit e tyre ti doni ti përqafoni të kujdeseni për to sa më shumë. Urime edhe një herë dita e nënës dhe gëzuar. Miq të nderuar, një natë të qetë dhe mirupafshim në emisionet tona të ardhshme. Natën e mirë, shëndet dhe sukses. Faleminderit Gzim edhe për teknikën që ke bërë me shumë mundëson, ke bërë shumë sakrificë për ta realizuar. Faleminderit. Natë.